mos jaroj asgjë me ty më. Se ja, pa ata sërën këtë më betë si njerët më shpinë, se bën kështu më. Ore, nuk dua të jaroj asgjë. Nuk dua, ik merrni sa goza doni, ika nej me lëre ha! Po qa gozash me ku pysur për goza për veç temë? Hajde gent se të këmi blerë sa mbëlsira. Ti mi bleve? Po nga dhe unë jemi, besoj se ke problem të gjesë. Në kalimtar, po mbarë këtë është ndriku bleve. Kalimtar. Atë emisionin që ka pak a shumë të fatrosi. Juve duhet hyni këtu si profesionist. Qerë pas herë, unë tek Blerta nuk e kam shumë merakun, por kam merakun tënë se ti je më emocional. Mirë pastaj, ku bëjnë qëra njerëzit se si di. Që ke më i kesion po ti këtu? Ne na bon foto, pa dashje, po ti që si thua si herë, aty jem ku jas ma shumë. Po si qeshe, se unë se kisha me ty, dhe më thënë. Që është më bete do? Seriozisht e Po, niso. Bën filmove! Do ma qiften, do dalë për gjatë. Jaman më shokë, këmëre jaman ja. O Gjafta, a këtu flijet gjumë burë? Ma keni bë vëndin si hotel me qera, burë, Sa është orë, më qëtësohë, më. qa orën? Asë gjojë që më but ti, më. But? Ja, më. Ti e të fjetë aty ku gjyroj unë, burë, qa but, po të shohë, më me se isha të ne, të mërë të shparë të lytë sësë isha, bro. A kena i karikus? Shë të lujtë ishë të pa ndërë, burë, të lujtë, thot. Po ndërës po shifësha më florë po lusha, pas ta jarë aty, më, bro. Ti s'ke karikus, a? Qa karikus? A ke qenë gjithë natën këtu, e? Po gjithë natën në vili isha. Pagu i qera në kotën, shkë... O Gjas, A jeta? a do mlezë më në blok? Ja ke problem? Jo, më fare, hajde. Edhe unë se do vi me ty. Kalu andej? Nga të shkone. A je ven? Mos ja thuj! Ama hap derën patën? Ja, se sa hapë të derë. Po s'hapë të. Hajde. Mos ja thuj se s'është nevoja të japësh llogari. Mos e lëgë një ti fare. Unë shofer jam që të marrë vesh ku të shkone. Na vazhdon, ç'kesh me mua, burr? Po nuk ka në gjohë, më thjesht, po e thosha për qef. Okej. Vazhdoni ju se unë merr O taksi. kështia paj zotin, se lat namë këtë skena, do s'ke projnë ju se marrun taksi. Ka të më hapte këtë derë! Po këtia, qa ke e zemër, po ajde të të qoj unë më dhe. O zemra nuk du të më qosh ti, iki vetë. Gabimi im, hypa në makinë tate kot për inerci. Po nuk ka gjohë, po ajde të të qoj, me që të ikësh në shpinë. Do ikin kom, se që ka herë në fundit që mbledh mes rrugës? Po këto skenaje që kenë kohë këti, qojnë në këtë lloj gjëje që po të shef tash. Nuk ka shumë kom, nuk doje të hypje zemër. Mund pësh pak i do bishëm dhe të m'japësh qipin. Po mund të të japun qipin, po mua beri është... Kjo dhe. Faleminderit. Mund t'ikësh. Këtu dhe jam, ta të qoj Meglin. Ky mua bet. Zera, unë jam të rinë taksinë. Jo më rrisë ka gjë se të qoj unë. Do me qotëm që është ti ju sara unë ma betë që kene, se është farë problem. Shfaj zë, ik me taksi o gjasë në standera farë mërë në nga ju. Ha, falja vlajt. Mama, a ke punë? Bish marrësh pak me makinë? Jo, Justy ka xhirim, prandaj s'po vjen. Hajde, do vënohesh? Okej. Iko me e këti vetë. Erdha me fol. Fol, ke gjithë vilën në dispozicion. Po që më intereson më për vilën, o Klea? Më intereson me fol me ty, ty kam fol gjithmonë. Ti e di këtë gjë. Super, bravo. Po bën me të rënira tani, ç'ke që bën shumë? Po se i gënjeshtar, vetëm gënjen. A ka mundësi tani të më lesh
2 minuta ta shijoj pak faktin që kur dal nga kjo vil nuk është nevoja të të shoh. Unë gënjeshtar, unë që do isha gënjeshtar, do isha aktor shumë i mirë. Dhe për këtë faktin, unë dora e fundit, i para fundit sondazh. Gjë do të thënë që nuk jam gënjeshtar. Pse do të jem gënjeshtar vetëm për ty? Pse do të gënjej vetëm ty? Kështu je, Justin, edhe vjen keq se s'ke për ta kuptuar ndonjëherë. Se ti beson edhe vetë gënjeshtra që thu. Unë? Po. I besoj gënjeshtrat e mia. Unë s'pa kuptoj më çat kom bën më që cilë shumë, sa po më të shme fare, o zemër. O Klea, o zemër ime po të shke. Ka shumë bezdis. Prania jote pa. Po që të kanë bëmë se se mërë vesh? Që të kanë bëmë? Më thuj. Më thuj, bro. Asë më do farë. Ka që ishte do më thëmë? Të udhim plera të gjitha. Këtu është telefoni im, ky është WhatsApp-i, Instagram-i, siç e sheh. Absolutisht asgjë. Më trego telefonin tënd. Pse? Që të ma provosh pra? Që do të provoj, më zemë? Që nuk flet me askënd të për askënd. Për mu je vetëm ti dhe handale. Super, ma jep ta shof. Por shumë e thjeshtë, po s'pëlqen mënyra se si e kërkon, mënyra se si ti do t'i bësh gjonat. Janë shakat çunash, janë shakat pa dëmshme çunash, dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Edhe, të duket sikur unë bëj shaka të tilla? Me gocat? Po ku e di unë çfarë bëti me gocat e tua më? Po edhe mund t'i bësh shakat të tilla. Çfarë remi ka? Që të flas me gocat për tjerë? Unë sa futa asnjëherë te grupi WhatsApp me gocat e tua. Kur? Ç'a doje aty? Ç'a doje? Ç'a të kërkoje? Ç'a humbe? O zemra, nëse nuk ke asnjë gjë për të më sheh, ma trego. S'do. Ti ma tregon mu? Po pra, hajde Po bëjmë s'du ta kështu. shoh, nuk më intereson, nuk më intereson ta E shoh. bëjmë kështu pra. Or nuk më intereson ta Më gjo shoh. pak, e bëjmë kështu. Na, më jep ti telefonin ta. Ti deri shpar po mos e celularin myll më. E çfarë lidhje ka? Tregon shumë? O zemra, nëse nuk ke asnjë gjë për të fsheh, ti ç'a bën kot sikur nuk do tash? Nuk du të çfarë. Nuk du ta tregoj celularin Ti tim. nuk do të ma tregosh celularin tënd. Ka kërkon njoni nga qeveria, ka kërkon njoni me kapi gjë për meje, çfarë? Jo, po të them ma dëshmo mua që nuk ke asgjë për të fshehur, shumë e thjeshtë. Po nuk është muhabeti që unë të tregoj ty, më ti duhet ta ndjesh vetë, se që të besoj unë ty duhet të besosh edhe ti mua, o Klea. As dje, as tesër, as sot, as të mëngjes, as të drejt, as të darkë. Ule zërin avash. Jo avash me mua. Si jo avash me ty? Jo avash. Ço do më thonë kjo? Ço do më thonë kjo? Ke diçka për të thënë? Do më thënë, mbaroj, do të Në ndaj. shpresh për dashurinë. O zemër ime, ti e di sa shumë dua unë, ti e di që bota ime rrotullohet rreth teje dhe ti e di këtë gjë më shif në sy. Dhe nuk e mohon dot. Ama do një justifikim për të nda. O Justin, zemra e shumë i lodhshëm. Si jam shumë i lodhshëm, pse jam i lodhshëm, o Klea? Ama në burr tani me këto muhabete dhe Shmua bete më mërë. Ti, skenaret në kokë që ke tuet, a kupton, më thumu, më lenë rrugë. Unë thash hajde hip makinë dhe ike vetë. A kupton ti ç'a bën ti? Po ti më lën rrugë gjithsesi. Po të lash në rrugë se nuk deshe më fut thash 10 Sa një herë. sekond. Ma, erdha? Okej, se erdha. Do më nda, molla, nuk ka mundësi më do të ndahet patjetër, më o Klea. Nuk është gjëja e bukur kjo që po bën më. Po unë plera shumë gjona më që kena kalu bashkë luftë që kena bën me njëri tjetrin. Unë nuk mendoj ashtu si ti, po gjithsesi. Nuk mendoj kështu se unë. Po ti për mua e fryma ime dhe unë jam për ty fryma jote. A do të ndajemi? A do të ndajemi? O Klea, na ka rënë klikime të gocë. Gjesi. E kam parë. E po ka humbi çik energjia, prandaj. Mes teje dhe Kristallit po thua. Po jam çfarë lidhje kam me Kristallin, po është në përgjithësi, prandaj. Janë dhe këto xhirimet, xhiron studio, xhiro jashtë, po kemi kohë të marrim veten. Marti. Po Justin kishte fjetur në Vildje, e lexon ju? Jemi ndarë. Po pse s'ka pas shtëpia i parandarjes?
Pse ka fjet këtu? Se nuk më bën sens. O zëra që ta marrin vesh gjithë se sa po vuan. O, zoti madh, po mi se bashkojni prapë, kështu e keni. Jo, këtë herë jemi nda me vërtet. Klea, te rrëfimi 1 vjetori do thoj, këtu gjeta dashurinë, dhe këtu më ndava. Pastaj i ka se vda aty në sfond, pam, e kapi. Ua, po që thot kam atë më xhirimin e përvjetor, nuk e çon them. Ema do thoj, unë këtu kam njohur shoqen time më të mirë që vdes, për ata nuk jetoj dot. Partneri i jetës, lart qoft. Ua, sa ketë përderë një vdallja. Po do keni pa burr, vaj. Hajtë nga një rrugës do gjejmë dhe me shkretat. Unë duhet t'ike. Tung zemën. Do bëj atë dhe më duhet përqendrim që të ditë çfarë të them. Mos harro të thuash të që thash. Pa merak. A mund ta di o Aldi qa emisioni do bëjmë? Se ke 2 javë që më thua hajde bëjmë emision, nuk ke kokrën e ides, nuk ke asnjë lloj ideje, ç'a do bëjmë? O Kristën, unë menoj se unë dhe ti kena kimin ton. Hajde bëjmë diçka si qift, tu ngacmu. Jo, nuk bëj asgjë si qift me ty, nuk kemi qift. Ha, për pak kena që të bëjmë si qift, për pak. O njeri, a ka mundësi të bësh pak serioz, bolutale. Okej, bëjmë demek si kur jena qift. Nuk dua të bëj gjasme me ty, harroje, nuk bëj asnjë lloj. Po mirë me Kristën, hajde, bëjmë një emision, vlla motër, dorë për dorë, familja Gjokajsh, aty shkojmë vizita për shtëpi. Çfarë më thënë? Bëhu serioz, një herë në jetën tënde, bëhu serioz. O, Kristal, ju shkon shumë bëni një emision kështu si maca me miun, për zotin, kështu si bëni? Se plakun macja, meo, dhe kafshoj miu. Shisi ja, dhe ftyrë si miu më plak, shisi ja. Je nga to minë që i marrin edhe sillen të rrotha, je nga to trupë. Si hamster. Si mund bëj një emision me këtë? Shive nuk është kur serioz, nuk e marrë do të kur seriozisht të njëri, shi si bën. Okej, Kristë, mund të hapim një emision lajmesh dhe ti jep motin. Jep motin, sonte 45 gradë, temperatura të hot nga Kristë të Cerrillo. Flasim seriozisht tash, hajde. Hajde do bësh emision tamam me këtë burr. Më është pushtuar zyra, nuk e di po gjithë sa zëra, po... Ekziston një gjë që quhet brainstorming, bëje ndonjëherë. Haj. Në zanë gjenin? Jo, do marrë laptopin. Ka që unë si ishëm do diskutu për atë emisionin që do bëjmë me bollë strese, kena halë jeti shumë i shikushëm me gjana kështu. Isha ajo ecën. Ta përna kërkon autograf mrapa. Mano, Aldi, se më zoti pështë avionin privat mrapa. Pse më i kesion? Ai që më ka zëvendësu mu pas ka pas avion privat. O, ti e di që më spres nga burra, për nëj vetë, s'kam nevojt atë dikush. Aldi, nëse ke merak e sjanën e lëmë emisionin, kam seriozisht. Po jo, shpirë se... Ai thjesht do me hëngër nga 2 pjata, si gjithmonë. Po, me i dorë baklava, me i dorë kadaift, ja ke marrë dorën ti muhabeti. Jam. Atë jam të bëje. Kisela, atë jam të bëje të emisionin, jam i konami. Jam, për zotit dhe ato të e Jam i konami. Gati. Jam i konami, Aldi, të lutem, emrin e Aldi, aty se duhet të shpjegoj që është Aldi. Qetësoni girls, e di si jam ala medialis, po i pashëm po, i mirë po. Brad Pitt. Vip po, e di, po mos u zini, po mos u zini. Ama, e di qa, ndonjë ditë do ngjiret me Gjasin të fjet në divan. Edhe do vi kamera pastaj dhe do zgjohet. Shu është desi, kalove lumin bjerë shaka. E shef sa jetë smiru se jam përdor shprehjet e mia. Ku shkon, ore? Ismail Kadare, Kesiana Hoxha, shprehjet e Kesianit. Ciao. Nuk i gjithmonë gazmar. Është ironi. Zemra që shkjo vapë në torë, mëj. Shuru ndrova për zot po vditja. Ku që drejto tani? Se s'ja thashun. I tregova episodin pilot Alinës edhe s'pëlqeu. Pse? Po tha, nuk është diçka ndryshe. Po ti kështu për ide, ç'ne? Po pra, po jo tha që i ngjan shumë manualit edhe mund t'i prishi punë. Po, se di. Po mi ti pse ja çove kur si akoma bindur o Gjans? Po mua më duk ndryshe, se është për njerëzit single, është jashtë në terren, pa manuali është në studio. Po, sa i s'pëlqeu. Po bëj herë se çdo ti të paktën, bëj. Po sa ti bëj u fiksoj që atëherë tek vlogu, dilë në date, sa date mund dalë në fund ditës. E lodhshme do ishte me të drejtën. Po, Blerta me Meglin e pa? Që do shohin ato amana ata kanë për Terezi. Megi do bëhet gjën e vet. Blerta me Benardin. Marja. Unë me Julin. I zot na ruaj. Po mirë, sa hajse do dalë gjava me rat. Gjuna se tek shumë e shef. Po.
E kisha po tash s'do të prish punat pa manualit, se në qash emisioni mi parë dhe... Para. Hajt më. Mëngjes. Gente. Mëngjes. Pas atë raket. Ajni mi. Po te sa më pak mikrofonat e tu. Për çaj do se I humni ju. Po më buj se më duhen për Artemisën se ka emision sot. Po ç'ne të duan ty? Po më duhen o vlla. Do I bësh regjin ti? Po. Sheshe, hajde se pse e më te. Për sa program? Gjithë I bëja t'i qa, vetëm mu. Po regjimi po për regji, që të thau? Qa ka më vlla, si o gjes, po ti shumë mirë të pa manuali, qa ka? Vetëm aty. Se ku du ti tjetër? Po, kishte programin e vetë kjo prandaj. E su... I bërqe Dalinës. Po unë kam pa ty se ti e tip ndryshe edhe... Kështu ke ca komente që të therë. Unë të therë? Po seriozisht e kam. Po jam. Ashtë I qik seksi. Ja. Edhe ashtu është. Na mikrofona dhe që mi kërkove. Po... Nuk di që të zemë, po gjithë një shumë e talentume dhe duhet ta vlerësoj më shumë vetë. A, Gjet, gjenë njeri si puna e gentit, a shpita, të tregoja projektin që ta Por jo gente. Me këto skema që boni ju, hika të gjyro, hika, falë. Ciao, ciao. Dukshëm nuk t'ka që I farë. Po, asë më se ka fare shef. Për ti se sjellë shumë. Mos nga të njëherë seksi. Në më në shpesë, si e seksi sa unë. Na fal. Po ti leje ca kot pak të në vëlla. Ta mos që e keni për e pari. Ore, dakord jam, po zjatë shumë se e rrade, shoku. Po dhe ti me këto mua betë, vëlla, se nuk janë shaka. Shumë më shpejt është më dhe ti ja fut kod. Shpun ka klejat e grupin me qungat në WhatsApp. Si që pun ka, pak në fshije, vëlla. Pse ti fshi, s'ka ma si gjo me më qef. Po e di që nuk keja si gjo me më qef. Kur bëhat të dhe shakasht, pak në fshi. Se nuk janë shaka për të bëhet, gjast. Ore po të them fshi. Qa të fshi më, Benard? Po I që janë da këto dy prapë. Ore që janë darë ato nuk është azere. Po qa të fshi Justinin? Si gjë më s'ka lidhe me... Si s'ka lidhje, të fshi grupin në WhatsApp për cilin ka folur për vajza tjera me shokët e vetë, këtë po Ka thua. me mu, mëse ka me ty, man. Qarta zje ka me ty, prandaj po e pyes, më bëri shumë përshtypje këshilla që po jepje. Zëma, thash, fshi, me që e ke dhjef, thjesht fshi. E dhjeu dhe ta fshi, dhe më thënë, s'është problem që foli për ato gocat. Ha? Që po kapesh me mu. Po s'po kape, më po të pyes, më bëri shumë përshtypje këshilla jote që jep shokut tënd në një situatë të tillë. Një këshill shumë e thjeshtë është. Është fshi, kur e 10 fshi, kaq. Dhe më thënë, nuk që ka problem. Nuk që ka problem fakti që ky po flet për goca tjera, kur është I lidhur dhe ka një dero femër afër. Problemi që ka se s'e ka fshirë. Por është shumë dakord me këtë që sapo the ti. Ama nuk është ideja që është e vërtetë ajo më mërse ku I gjetëm dy goca me një Selanika këto. Ishim të bësh shaka, më betet çunash për pa lidhje. Pse s'keni ju kështu? Po, me vërtet mirë. Ç'e s'kemi? A ke grupin WhatsApp-it ti? Po flet me gocat për Tom Hardy. Po, o Benard, se realisht nuk po të kuptoj. Tom Hardy marketohet si I tillë për të qenë ëndra e të gjitha vajzave në përbot. Ndërkohë që Justini ka folur për dy vajza reale që janë të prekshme, mund të shkojë dhe t'i kapi. Tom Hardy nuk është e njëjta gjë. Ky krahasim idiot. Më vllai. Qa thumë, qa thumë ti më të blerda? Po ti e fryke Klean me? Shumë më bëjti bokjolla. Unë fryke Klean? Mama. Së përnej që sharak më burë, si mund t'jeni qa llojt specie shini ju më, si mund t'a kështu? Si, qa më betesh bëjmë? Ja pa këto. Pse I thu fshi, pse I thash thjesht ti fshite, se qetësohet pak. Do më thënë, kështu e mendon dhe ti? Nuk e mendoj, unë as nuk e mendoj, as nuk e bëj. Mos më thënë mu e mendoj dhe ti. Jo, po, nëse do e bëje, e di shumë mirë si të veprosh, do më thënë që do t'a fshish. Po t'isha Justin edhe I kisha fshi. Qa lloj race jeni ju më. Raca mashkullore, më nuk e di më si jeni kështu të kaq. Qetësohem, se sjete pa manuali këtu. Qetësohu. Seriozisht e ke ti? Hajde ke ta ti. Jo. Hajde këtu. Jo nuk dua. Po ti do vish ma. Hajde këtu. Ço. Si mund ta mendosh ashtu? Shtriu këtu. Jo. Shtriu këtu thash. Jo. Jo. Ti e do me urdhër? Do të bëjmë me kac. Kac. Ti e beson këtë gjë që kemi bashkë? Po e besoj. E beson 100%? Po, si ta besoj unë këtë gjë 100% pas këtyre që dëgjoj ti të thuash? A e beson? Po. Pa the pse hahesh me leckat e tua? Se nuk është korrekte ajo që thua. Si mund ta këshillosh atë që thjesht të fshi grupin e WhatsApp-it, ndërkohë që ti duhet të thuash, jo Justin, kur je I lidhur, nuk flasim me femra të tjera. Kështu duhet I them Justin. Sepse të flasësh për Megan Foxin,
është një gjë dhe të flasësh për dy goca që i ke tek pallati ngjitur është tjetër gjë se janë shumë të arritshme dhe nuk është okay. Nuk duhet të flasësh fare, po vllaf që bie. Zemra, unë as nuk e bëj këtë gjë dhe ti e di shumë mirë që unë as nuk flas për femra të tjera. Ti je shenjtori i zbritur nga qielli në tokë ti, pa i zotin. Më the çfarë që të besojmë. Po besoj, po kur beso, mos u merr me këto llafë, me këto muhabete pa lidhje. Po ku ta di unë që ti se bën, a ka mundësi të më premtosh nëse një herë, një fraksion sekundi të shkon në mendje të mendosh për një tjetër do ma thuash? Po më shkojnë menje për i tjetër do ta fshizem. WhatsApp. O Benard, nuk po tallem. Asurbi, madje, a di ku të ta më qef? A di mal dajtit në pyll. Dhe sa do të zejtë i gjumit dhe i këtë takoj. Ka më si më stalesh me këto gjëra. Po nuk po tallem me çke, ka që iku, më haroj, thjesht u qetësuaj. Po mi ta maj këtë dorën këtu poshtë. Je rehati? Jo. Ha, shtriu tash. S'ke fajt ti, ha? Ma po ku je, goc? Kam 10 orë t'i bi telefonit. Pse më shusha, unë po përgatis të për një vjetorin. Po sigur po bëm fjalim për Kombet e Bashkuara me të falë zoti. Po, Kostian, të përgatisesh diçka të shkurtër është shumë e vështirë nga sa mendon ti. Zemra ime më duhesh për një reklam. Ja ku e ke dhe tekstin. Unë? Po, mua e mas më quaj në herën e fundit, kështu që ti duhesh. Femja, ta bëjmë vonë se sa të marrë këtë për vjetorit, se duat kemi 100% fokusim. O, ma duhet dali nesër kjo. Po mi më vonë. Po nuk kam kohë më vonë. Nuk kam kohë. Klienti do nesër, unë ç'a të bëj? Po thuaj më vonë. Po nuk mund t'i them unë më vonë se ka e ma punë, me thënë është logjike. E tani? Tani hajde çojmë ta bëjmë videon. Po s'pate klient, no marketing, no money, no një vjetor, zemra ime. Tash ti e bërë shefi financës edhe po na bën moral për kompaninë? Po nuk jam bërë shefi financës, unë thjesht jam një njeri që nuk duroj dot porto tek kësaj vile. 10 minuta, 15 minuta. Okej, mirë, hajde. Ja, është dhe Genti. Genti, hajde i qikë zemra ime. Do ta bësh me Gentin. Më duhesh për një video la vile. Do më presësh 10 minuta të lutem? 10 minuta janë më bu, pëse si a je, po më qa kam? Nuk kam kore, Genti, se më të shmandë. Kjo më flet mina, ti më kërkon 10 minuta por. Po, përshiri kam, si me të kërkun 10 minuta, o vla, qëtësoni më vla, se nuk zgjithet as i gjo me të bërtitme, nuk e di pse po bërtisni gjatë gjithë kohës. Orde, si o ta regulojmë? Ore, zgjith një aju me njëni tjetrin, po pa të bërtit. Hajde, o Kostian, ta bëjmë, hajde këtë gjë. Edhe ta mbarojmë. Nuk e fajtje. 10 minuta të kërkova, burr, 10 minuta. Pra 10 minuta, po janë shumë. O Kostja, do bëjmë ato se kam ishim punë për zotin. Urdha, ja tjetër, gjithë kam punë të vilë, unë vetë që të shqyem. Urdha, zhjithe me këta. 10 minuta i kërkova, burr, bëja një gjë për një vjetorin, hajde ta bëjmë, thash 10 minuta nuk do hikte. Ore, boni do të bërtit me këtë lloj gjoje, se... Po ti më fal çka ti për me vendos paqin këtu se s'po e kuptoj. Jo, unë kam marrë për punët e mia, nuk është. Po punët e tua, po kur ta kuptosh pra personin që keni unë dhe ai, atëherë do të shpjegoj dhe unë tamam si është puna, se s'e kupton. A ka mundsi hajde Ema? Boni ç'a doni, nuk e di. Si bëni ç'a doni? Boni me qetësi o vlla, qetësoni, jeni gjatë gjithë kohës vetëm nervikoseni, jeni ku di unë. Do dalë video nesër. Ema me kohë ta bëj videon. Ta bëjmë këtë dozë, ma ka plot përgjegjshëm këtu, me që do ta bëj këtu. Ti shkove në spaqe në Gaza shpirtim, jepi, më rregull, hajde Ema. Hajde moj. Unë jam këtu për punët e mia, që s'ka lidhje Gaza fare. Heco, Gent. Bëj video dhe gjonat. Hajde më vllai bëjmë video. Rri Gent, po video më këta bësh me mua video, rrita. Po hajde më se të folim atë lart, me ç'a duash. O Genti, se i mora një 2 minuta kohë desit. Mos u mërzit me të... Sa i ashu e ka, ashu flet me gjithë. Po, më vllai, çaj e ka ashu ai me fol me gjithë. Duhet përgjigjet ashtu si që i përgjigjen tjerë të vlla. Është shumë çuni mirë, po vetëm ka stres. Unë e kuptoj se është çuni mirë, ka stres, po nuk duhet folet në atë lloj mënyre siç fol ai. Unë nuk e di si e pranon ti atë lloj gjoje më. Po hap edhe mua shumë folje. Po nuk ka fare, nuk duhet ta pranosh këtë lloj gjoje. Më besoj që është shumë çuni mirë. Nëse se u bë situata shumë kështu kot pa lidhje. Çaj do bëti? Po merrem me këtë një vjetorit, se do bëj një prezantim të intervista, do flas, po. Për një vjetorin e Andales. Do ta provojmë. Do ma dëgjosh? Po. Okej. Një vjetori është diçka shumë e rëndësishme për mua. Po
Ç'është kjo e hymja, valla, se nuk e Po kuptoj. çfarë vaj? Ore, ti je tip shumë cute, më valla, nuk e kuptoj fare. Nise me një eksperiencë tate, në valla. A thu, mos ngjaj si idiote? Po jo, më valla, nuk ngjan fare si idiote. Ç'është kjo e fjalir, se kuptoj. Thjesht kam frikë se mos ma marrin si kështu sikur ja kjo. E fut me histori. Jo, thjesht nisa ashtu si që je vet. Thjesht trego vetja, nuk ke pse e sforcon fare. Ç'a kjo 1 vjetori. Ashtu thua? Ja ta përbëj edhe një herë. Bëj një gjë tjetër edhe pastaj do ta tregoj. Okej? Okej. Shive me. Hajde se edhe unë pa punoj pa këtu. Edhe unë me zor po e pres një autofest. Do kërtemi që ka të... Kujton se kemi kërcyer te ai festivali. E dini çfarë do them unë për 1 vjetor që momenti më i bukur është kur largova nga puna. Dhe momenti tjetër më i bukur është kur erdha prap në punë, se ma kanë bë legjend. Ja do më bëj kjo gru. Ka ikë të terë shka. Kjo me të shmen fare, Unë besoj do kem shumë çfarë të flas, kam shumë momente të bukura, sidomos kur kam dalë i pari në çdo sondazh. Je në rrugën e duar për të marrë vendin Dalinës, bravo, vazhdo kështu, jep. Vreta sa rrugë ja, po sa keq që ti ke devijuar pak nga ajo rrugë, si e më në ato rrugë. Mu më bëhet qefi për ty vëllai. Kam devijuar nga rruga? Po ke devijuar çfarë do thuash në të dokumentari që unë kam bërë një llogaritje matematikore si ti je më i suksesshëm. Në fillim isha me Justin dhe Benartin, pastaj Justin iku, pastaj erdhi Tomasi, pastaj erdhi Salioni, iku Tomasi, hoqa dhe Justin dhe tani jam gati të vras dhe kolegun tim të ri. I nderuar profesor matematike, me që ti bën për llogaritje gjatë natë bën për llogaritjet e mia. Më dëgjoj, unë nuk vras njëri, nuk kam armë. Unë jam njëri që punoj, po nuk punove, hap krahun me mua. Po punove, po je krahu im, po punove. Po punove. E pra ta dish. Punov atas. Do punoj që ti jam krahu i Florit. E 2 lushnjarë në një vend nuk çajmë dot. Nuk çajmë dot, më po nuk vret fare. Flori është ka i flusë të vetë, kështu që para vret. Është njëri i punës. E shumë kunja këtu o burr. Po i kemi lënë koma vete njëro Justin. Do më fillon njëro të jote. Oh, kus na erdha. Ma çka? Me të erdhët për herë të 10. Për herë të 10? Çfarë ndodhur mos u rikthye? Si u rimi shërua? Që më shërova unë? Vaj, për jam gjigant, jam veçantë, dhe ndidi. Jam i pasëvendësueshëm. Për zotin, nëse ka një njeri në këtë vilë që është rimishëruar më shumë se sa unë, është Benard. Sa jetë pas ke pas, më burbe. Unë të paktën kur erdha vetëm te WTF. Benardi vjen. Ikën me një program të ri, pastaj ikën prapë, pastaj vjen prapë me një program të ri smërësh. Do t'i japim llogari Artemisës. T'i japim ta shkruajmë në fletorën zyrtare të Andales. Foli zëdhënsja për shtyp, avokat jam. Jo, vetëm kam vetëtit të tjerë, por preferoj që të mos i them këtë. T'ia themi? Unë them presim kur t'iki herën tjetër prapë. Unë them lëre të flasi ndonjëherë Benardi, mos jam mirë ti gjithmonë. Ama le të flasi çik më të kam zero. Kam mësuar nga Fatosi që nuk flet ti të flasë. Si unë po flas, ku e kam Fatosin që po flet? Tregoja pak të lutem që ndërkohë ti sa herë do të flasi Benardi si mendon? Si mendon? Tregoja pak të Rojni çik vete në Benardi. A filloj traume, unë jam pa traume. Jam njëri shumë i lumtur, jetoj shumë e lumtur. Pash në vetëm Florën mos e fuset të ky projekt, nëse do vrasi Benardi. Qeshe pa grup, hajde. Nuk qeshin me zor valla. Je bejtë G i fort. Po e dorët pak. Nuk unë them vërtetën, jo. Je bejtë G i fort. Po je ditë zije për ndarjen. Po me këto durat valla. Po je ditë zije të rri qet. Shiko, ma thuaj se unë e përballoj, nuk kam asnjë. Po çfarë më thon se do të bëhen 2 gjëra njëherë është burrë problem. Ore më janë bote 16 një herë edhe nuk është e kam pyet shumë, e kupton. Po muhabeti është që ti nuk ditë me na vlerësu neve, se për shembull lorat e sportit i boshim ne, e kupton. Çfarë thon? Po ti po di dhom kaloj ke bota, di dhom. Gjithë lorat e sportit i kam bëu unë. Ka një. Na ke dëshmitar brazer. Ma thuj një. Lorat me grafike, lorat me duke më ndar lojtarët. Gjithë unë. O xhas mos gënje veten pak të. Jo, ai që gënjen një ti është shoku im, për shkak se ti e bën diçka dhe thonë se bona. Po për çfarë po diskutoni, s'po e kuptoj valla. Po ma bëni që na vrau Florin neve. Kam vrau unë? Po pra. Po para se ta bëja unë, ndoshta doni tu të vrisit mua apo jo? Ti që më vrave mua. Ka qenë vrasje për vetmbrojtje si duket. Vrasje për vetmbrojtje. Po ajo Flori ke gabim me thon drejtën o vlla. Unë me njerëzit që punoj
nuk kom qef t'i vras, kom qef të bashkëpunoj, po nëse e shoh tjetrin që është nuk është në më të mirën e vet, e ndihmoj, e kupton. Kjo s'ndodh kur prandaj me çat vram në ty. Ti që ke ndjenjur 10 episode pa bërë gjë dhe unë të kam mbajtur aty kur tjerë dorin hiqin, mos pa thuj mua gjë. Sa po thash vëlla se ti me çat vram në ty, me çat vram në ty. Priti sekond. Ti harron o Flor, vllai im i dashur, që ne diqim, bëshim emisionet, unë boja lojrat, kemi Po gjastë nuk është këtë diskutimi më zë, apo priti sekond valla. Ku e vram? Ore, o Benar, ama ke thënë ti vetë mu me gojën tënde që Justin i ka thënë që hajtë me heq Florin se është nga lushnja. Jo. Ç'është kjo lloj? Jo, nuk e ke. Po valla, ti jeton një flusko valla ku. Jo keni pranuar të dy me gojën Po keni thënë. Jo, çfarë ka thënë vllai? Një parë nuk kam thonë Justin do me të heq ty nga sporti. Po si ka qenë? Jo, s'ka qenë ashtu, po ti e di shumë që s'ka qenë ashtu, se viktimizohesh që e kthen kështu. Ma thonë se është. Po nuk ka më zëra se në asnjë moment ta thotë vllai, në asnjë moment ne nuk kena dash me të heq ty. E di pse? Se nuk është nevoja me të heq në mërbut. Robi kur do me hikën vet. Por kush ma ka thënë? Nuk është nevoja me të heq shun. As Justin. Po Robi kur ka dal ka punu vet, ka hik vet. Ore, shkëputu nga kjo që po thua. Ama ka thënë ti mua që ka thënë Justini, hajde bëhemi të dy kundër Florit që ti ki. Po ma ka thënë në gojën tënde Benar. Nuk ka qenë ashtu. Ti si ka qenë ma thuj. Jo, pra mos hap më vetë s'ka qenë ashtu më vllai. Ma thuj si ka qenë. Po nuk ka qenë ashtu më. Po si ka qenë pra? Ti e di shumë si ka qenë. Po nuk e di, nuk e mbaj. Po thuje. Ore, po e di. Po e din më zë ta ku thon unë. Po se se thoni. Po se thu. Po më thuaj ti që ti e di. Unë jam në episodin e 4 të emisionit tim, ju merrni me fillimin akoma. Çka ke morën Fatos? Çka ka? Ama në burë po zjem për reality, du në kapin në i pjesë dhe ata. Hajde shkojmë fut në jeshtë. Arre ti tani, do me ndërhy kudo. Po ç'lidhje ka më? Për çën të fol? Po debate, po bëjmë muhabet sporti. Për sportin se kam marrë, se kam Flor një merr parë si fadron, po. Fëqezi! Po jam e drejt. Po dhe Ali do bëjmë një gjashëm të bukur, pas ta them. Ku pas jam mësuar të kështu, kujton se më interesant, thjesht bëu gati për nesër për Cerrik. Ç'a Cerriku më? Mos ma konsumo krisën no Fatos. Aldi vetëm një gjë nuk ndodh. Kristalli nuk konsumohet, me mua lartësohet. Në rregull, Fatos. Po ka mundësi pak se kristalli është e ime. Merë dhe mbaj gjithë ditën kimi nuk na heq dot, plus flasin veprat e fjalët. Do ta shohim ç'a vepra do flasim. Prit, kam një ide. Pse nuk e dëgjojmë episodin e parë pastaj të tregojmë. Po thu mos e them fare. Po sepse ajo që mbas darkës pret që ne jemi më të qartë me idet. Siç thotë Fatosi, të ngelen fjalë në ajër. Më mirë xhirojmë, ta shohim dhe ta gjykoj vet. Po mirë, pra s'po fut në. Do ta qajm. Tash ti as e besim të unë, të dën gjoka padrinë e leshës. Do të kesh vetë besim të vonë. Normal, po hajde hikim me bëjmë më mirë edhe vim, ja sjellim gjithë përfundum. S'ka lesë. E di ti që kam qenë paletën? Palet? Ore ti e për volejbolliste, basketbolliste. Tash na iku ai fakt, siç na iku dhe emisioni. Ua, po çaj ma menen aty bje top. Pse ma menen aty? Një sekond, po të bëj një pyetje. Vazhdo, jep. Si ndihesh këtu? Për momentin unë jam shumë mirë. Po lër për momentin, po them për shumë përgjithësi. Po përgjithësi është shumë e mirë, domethënë energjia kjo, po. Është pjesa se nuk po organizohen edhe janë shumë emocional këto. Starta. Si emocional, egoista do të thuash? Po, egoista, janë gjatë gjithë kohës ambicios për veten e vet, nuk punojnë në ekip. Po tani ta ndryshojnë për ty. Ta kështu janë, këto karaktere kanë, prandaj janë këtu në fund ja. Po e di, po çdo gjë bëhet në ekip. Në ekip prapë të mirë janë. Po të mirë janë, nuk po them se janë këqi. Po thjesht nuk organizohen mirë me njëri tjetrin dhe janë shumë emocional. Më gjithsesi, unë mendoj që do të jesh më social me njerëzit. Po tjetër që du t'jem social, po thjesht unë jam social deri ku aty nuk më cënohet e drejta dhe thjesht rrim në vendin tim dhe kam qef të punoj ashtu siç duhet me punu. I vendosur, ë? Po jam. Hajde pra lujmë, hajde, çaj të bu. Ua! O Klea, po më shkruajnë fans edhe tu pse ka blloku Klea Justin. E di se më shkruaj dhe mua. Jeni ndarë me vërtet tani? Po. Blok s'jam bërë ndonjëherë, më sa ti. Përfundimisht. Po, sa u bë Klea? X. S'më lërni këto ju, një muhabet keni ju, po hajt. Hajtoni prap. Mo jemi ndarë vërtet. Po shpim me kë ikën ti? Me Justin Hoyer. Po kështu është, do bëj gjërat e veta, unë do bëj gjërat e mia. Po shqyr, të bësh dhe ti diçka. Ora unë çfarë s'kam bë,
kam qenë dhe suporti jot emocional më i fortë, po rëndësi ka që do të kthehem prapë me qetësi me dashuri. Are boll tani Çka serioze. Po, ecë ti unë vë bas një javë prap bashkë do jeni. Sa e do bastin? E presun. A ke seriozisht që nuk do jeni prap bashkë? Jemi ndarë, sa e do bastin? Mos ve më basa klasa, shumë e Po sigurt. qesh pak. Po qesh? Unë vë bas që ju do pajtonin pas një javë. Po së pajtuat nuk vi unë një episod të Gocit. Po pajtuat s'do vish ti një episod të Gocit. Deal? Na pres, kam qef, Po çan këto baza që vjen pranë time, mos e sjellni në rregull. Po ju jeni gjithë ditën këtu, more, rini bashkë, shifeni, çfarë janë këto jemi ndarë? Jemi ndarë, në punë jemi, po s'ka si gjë, jemi ndarë. Bastin e vum, ta shohim tani. Justin. Jeni shumë të mirë. Kujdes me episodet e Gocit, çfarë flisin, çfarë histori shkeni.